ja një lagje në një qytet. Kjo është një lagje krejt e re të cilën e ndërtuan Xhaxhi punëtor. Ashtu si kudo edhe në këtë lagje me shtëpi të reja e të bukura, banojnë shumë fëmijë. Ata shkojnë në qerdhe, në kopshte, në shkollë. Kur kthehen në shtëpi, ata të miturit e qerdheve flejnë ose përplasin doçkat. Ata të kopshteve recitojnë vjeshat që kanë mësuar. Kurse ata të mëdhenj që shkojnë në shkollë, bëjnë detyrat të mësojnë mësime. Një nga këta të fundit është edhe Bushi. Nuk dua. Hajt, mos ja prish qefin në nësë. Mere bukën dhe haje. Nuk dua. Ti edhe në drek nuk hangre morbir. E di unë se qfar të kanë gjarë ty. Qfar? Ty të ka humbur diçka. Ja, po ta shkruaj këtu. Ka humbur Oreksi. Vërtet? E ku më ka humbur? Ty të ka humbur Oreksi, se por sa vjen nga shkolla, risht rirë e nuk bën as një punë. Bile dhe gjimnastikën e mëngjesit e zhvillon pa dëshirë. E ku mund të jetë Oreksi im? Tani dëgjoj Bush, merr fshesën e fshi dhomën. Kërkoje mos është fshehur aty Oreksi yt, po nuk e gjete. E ja më thuaj. Bush, e gjete Oreksin e humbur? Jo, mama, nuk gjeta gjë. Si të duket pastrimi i dhomës, mirë e kam bërë? Çka? Si fillim, nuk është keq. Do me thënë, nuk e gjete. Jo, po tani? Tani kërkohet te komodina jote. Rregullo librat, rregullo mirë shtratin, e pasi çdo gjë ta kesh vënë në vendin e vet, me siguri do ta gjesh Oreksin e humbur. Akoma nuk e gjetë Oreksin tënë? Jo, mama, asgjë nuk kam gjetur. Shko e ndihmo të sillin drut brenda. Jam e sigurt se aty mes tyre mund të jetë Oreksi yt. Ura, të gjithë grut do t'i sjell.
Oreksin e humbur? Jo, mama, e kërkova dhe te drut, por nuk e gjeta. Mos u bëj me rak bush. Oreksin tënd e gjeta unë. Vërtet? Ku e ke? E kam futur në gjell e në buk. Ulu të hash. Mama, më sjell edhe një pjatë, se kam uri. Mama, nuk e nevoj ta lash pjatën, se e fshiva unë. Dëgjo bush, Oreksin tënd ta ktheu puna që bëre. Puna na sjell Oreks, na sjell shëndet dhe lumturi. Puna është burimi i të gjithë të mirave.